Para se të fillojmë këtë histori të jashtëzakonshme, dua t'ju pyes diçka shumë të rëndësishme. Çfarë do të bënit ju nëse do të duhej të takoheshit për herë të parë me babain tuaj pas 25 vjetësh? Si do të ishte të qëndroje përpara dikujt që të dha jetën, por që nuk të njeh fare? Shkruani në komente çfarë mendoni, se kjo histori do t'ju prek thellë zemrën. Ndajeni me miqtë tuaj, sepse është një prej atyre tregimeve që mbeten në kujtesë për gjithmonë. Dhe tani, dëgjoni me vëmendje. Ishte pranvera e vitit 1998, kur Arben Kola, një djalë 25 vjeçar nga një fshat i vogël në jug të Shqipërisë, mbërriti për herë të parë në Londër. Qielli ishte gri, sikurse gjithmonë mbi kryeqytetin britanik, por për Arbenin, ai qiell përfaqësonte shpresën për një jetë më të mirë, shpresën për të ndërtuar diçka që atje, në fshatin e tij të varfër, ishte e pamundur. Arben kishte lënë pas një familje të thjeshtë por plot dashuri. Nëna e tij, Fahrie, e kishte përqafuar me lot në sy në portin e Durrësit. "Ktheu shpejt birim", i kishte thënë ajo, duke ia rregulluar jakën e xhaketës së vjetër. Babai i tij, Hamit, nuk ishte folur shumë. Ishte një burr i vrazhd malsor, por sytë e tij tregonin gjithçka. Kishte shpresë që djali i tij të arrinte atje ku ai nuk ishte mundur kurrë. Londra ishte një oqean njerëzish. Arben filloi të punonte në një restorant të vogël italian në East London. Puna ishte e rëndë, orët ishin të gjata, por ai nuk ankohej. Çdo mbrëmje, kur mbyllte syt në dhomën e tij të vogël të ndarë me 3 emigrantë të tjerë, ëndronte për ditën kur do të kthehej në Shqipëri me para në xhep dhe me kokën lart. Por jeta, siç e kemi thënë, kishte plane të tjera për Arbenin. Një mbrëmje të shtatorit të po atij viti, në restorant hyri një grua që ja mori frymën. Ajo ishte e lartë, me lëkurë të zezë të shkëlqyer, me sy të mëdhenj të zezë që të shikonin drejt në shpirt. Emri i saj ishte Chioma. Vinte nga Nigjeria dhe kishte ardhur në Londër për të studiuar infermieristik. Kishte në vete atë elegancë natyrale që vetëm gratë afrikane e kanë, por edhe butësi në zë, një ngrohtësi që të bënte të ndiheshe i sigurt. Arbenin e shërbeu me dorën që i dridhej pak. Chioma e vuri re dhe buzëqeshi. Ajo buzëqeshje ishte mjaft për ta bërë Arbenin të harronte se ishte duke punuar. "Je nga Shqipëria?" e pyeti ajo në anglisht. "Po", u përgjigj Arbeni, duke u përpjekur të fshihte theksen e tij të fortë. "Si e dije?" "Kam një shok nga Kosova", tha Chioma. "Më ka treguar pak për vendin tuaj, duket i bukur." Nga ajo mbrëmje, Chioma filloi të vinte shpesh në restorant. Arbenin e priste me padurim çdo vizitë të saj. Filluan të flisnin gjatë, të ndanin histori për vendlindjet e tyre, për ëndrat që kishin. Chioma i tregoi për Lagosin, për familjen e saj të madhe, për nënën që e kishte rritur vetëm pas vdekjes së babait. Arbeni i tregoi për malet e Shqipërisë, për detin Jon, për traditat e vjetra që ende jetonin në fshatin e tij. Një mbrëmje, kur Arbeni mbaroi punën, Chioma e priti jashtë restorantit. "A do të më shoqërosh deri në stacion?" e pyeti ajo. Arbeni nuk e mendoi dy herë. Ecën nëpër rrugët e lagura të Londrës, në ndritat e verdha të lampave rrugore. Nuk folën shumë, por heshtja mes tyre nuk ishte e pakëndshme. Ishte një heshtje plot kuptim. Kur arritën në stacion, Chioma u kthye dhe e shikoi Arbenin drejt në sy. "Më pëlqen të jam me ty", tha thjesht. Arbeni ndjeu zemrën duke i rrahur fort. "Edhe mua më pëlqen të jam me ty." Nga ajo natë, lidhja e tyre u bë e pashmangshme. Filluan të takoheshin çdo ditë. Arbeni punonte, por çdo minutë e lirë e kalonte me Chiomën. Shkonin në parqe, shëtisnin përgjatë Temzës, hanin ushqim të lirë nga marketet etnike të vogla. Chioma i mësoi Arbenin fjalë në gjuhën Yoruba dhe ai e mësoi atë disa fjalë shqip. "Të dua", tha Arbeni në gjuhën e tij. Chioma buzëqeshi. "Çfarë do të thotë?" "Do ta mësosh", tha Arbeni, duke e përqafuar. Muajt kaluan dhe dashuria e tyre u thellua. Arbeni nuk i kishte treguar familjes së tij në Shqipëri për Chiomën. E dinte se nuk do të kuptonin, e dinte se do të kishte probleme, por në atë moment, e gjitha që donte ishte të ishte me të. Në pranverën e 1999, Chioma zbuloi se ishte shtatzëna. Kur ja tha Arbenit, ai nuk e dinte si të reagonte. Kishte frikë, por kishte edhe lumturi. Një fëmijë, djali i tij, ose vajza e tij, një pjesë e tij edhe e Chiomës. "Unë premtoj se do të jem babai më i birë në botë për ty", përshpëriti Arbeni
ndërsa Qioma flinte në krahët e tij. Por premtimet, ndonjëherë, thyen si qelçi. Në fillim të vitit 2000, Arben filloi të kishte probleme me dokumentet e qëndrimit. Viza e tij turistike kishte skaduar prej kohësh dhe ai kishte punuar ilegalisht. Autoritetet britanike filluan një fushat të ashpër kundër emigrantëve të paligjshëm dhe Arben u kap në një kontroll. Gjithçka ndodhi shumë shpejt. Një mëngjes, policia erdhi në restorant ku ai punonte. E arrestuan përpara kolegëve të tij, e quan në një qendër mbajtjeje dhe brenda një jave, Arben mori njoftimin. Do të deportohej në Shqipëri. Qioma erdhi ta takonte në qendrën e mbajtjes. Mbante e mekën në krah. Djali i tyre ishte vetëm 5 muajsh. "Ç'do të bëjmë tani?" pyeti Qioma, me lot në sy. "Unë do të kthehem," tha Arben, duke përpjekur të dukej i fortë. "Do të gjej një mënyrë për të ardhur përsëri, ose ti mund të vish në Shqipëri me mua." Qioma e shikoi me dhimbje. "Arben, unë nuk mund të vi në Shqipëri. Nuk e njoh vendin, nuk flas gjuhën, dhe familja jote, ti nuk u ke treguar për mua, apo jo?" Arben heshti. E dinte se ajo kishte të drejtë. "Do të gjej një mënyrë," përsëriti ai, por edhe vetë nuk i besonte fjalëve të veta. Javën e ardhshme, Arben u deportua. Udhëtimi drejt Tiranës ishte një ëndër e keqe. Ulur në atë avion, shikonte nga dritarja dhe mendonte për Emesën, për buzëqeshjen e Qiomës, për jetën që po linte pas. Kur mbriti në Shqipëri, prindrit e tij e pritën me gëzim, por Arben ishte i thyer. Nuk u tregoi për Qiomën, nuk u tregoi për Emekën. Si mund t'u shpjegonte? Si mund t'u thoshte që kishte një fëmijë me një grua nga Afrika? Në atë kohë, në fillim të viteve 2000, Shqipëria ishte ende shumë tradicionale. Martesa me të huaj, veçanërisht me dikën nga një kontinent tjetër, me ngjyrë të ndryshme lëkure, ishte diçka që nuk do të pranohej lehtë. Arben e dinte këtë, dhe kjo e shkatronte. Filloi të punonte në fshatin e tij, në ndërtim, punë të rënda fizike që e lodhte aq shumë sa të mos kishte energji të mendonte. Por çdo natë, para se të flinte, mendonte për Emekën, për fytyrën e vogël të djalit të tij, për duart e vogla që e kishin kapur gishtin. Qioma e thiri disa herë. Në fillim Arbeni i përgjigjej, por me kalimin e kohës, bisedat u bën gjithnjë e më të vështira. "Kur do të vish përsëri?" e pyeste Qioma. "Po punoj për këtë," thoshte Arben, duke ditur se po gënjente. "Emeka po rritet, ai ka nevojë për ty." E di, por Arben nuk mund të kthehej. Nuk kishte para, nuk kishte viza, nuk kishte mënyrë. Në vitin 2001, telefonatat u bën më të rralla. Qioma po mundohej ta menaxhonte jetën e saj, po punonte si infermiere, po rritej e vetëm me Mekën në një vend të huaj. Ishte e lodhur, ishte e dëshpëruar. "Nëse nuk mund të jesh këtu për ne, atëherë më lër të vazhdoj jetën time," i tha ajo një ditë në telefon. Arben nuk tha asgjë. Çfarë mund të thoshte? Dhe kështu, lidhja e tyre u kaput. Jo me një sherr të madh, jo me drama, thjesht me heshtje, me distancë, me realitetin e ashpër të jetës. Në vitin 2002, familja e Arbenit filloi të shtypej për martesë. Ai ishte tashmë 29 vjeç dhe në fshatin e tyre, kjo ishte moshë e vonuar për një djalë që ende nuk ishte martuar. "Kemi gjetur një vajzë të mirë për ty," i tha nëna e tij një ditë. "Emri i saj është Drita, familje e mirë, vajzë e edukuar." Arben nuk kishte energji për të luftuar. Ç'kuptimi kishte? Nuk mund të kthehej te Qioma, nuk mund të shihte Emekën. Jeta e tij atje, në Londër, ishte një kujtim i largët, sikur të ishte ëndër. Dasma me Dritën u organizua shpejt. Ishte një vajzë e butë, e qetë, me sy të bukur kafe dhe flokë të gjata të zenj. Vinte nga një familje e mirë nga Gjirokastra. Kishte mbaruar shkollën, dinte të gatuante. Ishte e llojit që çdo nën do të donte për djalin e saj. Dasma u bë në verën e vitit 2002. Ishte një dasmë tradicionale shqiptare, me muzikë, valle, me qindra të ftuar. Arben buzëqeshi, thoshte faleminderit për urimet, por në brendësi ndjehej bosh. Në natën e dasmës, kur mbeti vetëm me Dritën, ajo e shikoi me butësi. "E di se nuk më do," tha ajo, "por shpresoj që një ditë do të mësosh."
Arben u prek nga sinqeriteti i saj. Ti je një vajzë e mirë, Drita. Do të përpiqem të jem një burr i mirë për ty. Dhe kështu jeta e Arbenit vazhdoi. Pas një viti, lindi e para vajza e tyre, Angela. Pastaj pas 2 vjetësh, djali i tyre, Eraldi. Arben punonte gjithnjë e më shumë, tani në Tiranë, në një kompani ndërtimi. Jeta ishte mirë, familja e tij ishte e lumtur, Drita ishte një nënë dhe grua e shkëlqyer. Por në zemër, Arben mbante një vështetësi që e hante. Çdo natë, para se të flinte, mendonte për Emekën. Sa vjeç ishte tani? 5, 6, 7, si dukej? A fliste shqip? A e kishte harruar fare? Në vitin 2005, Arben mori një telefonat të papritur. Ishte një numër i panjohur, ndërkombëtar. Arben ishte zëri i Qomës. Zemra i Arbenit ngriti. Qoma, si je? Ja mirë, doja të tregoj diçka. Emeka fillon shkollën këtë vit. Ai pyet shpesh për ty. Arbeni nuk e dinte çfarë të thoshte. Si është ai? Është i mrekullueshëm, i zgjuar, i lumtur, por ka nevojë për ty, Arben. Ai ka nevojë për babain e tij. Unë jam martuar, Qoma. Kam 2 fëmijë. Kishte heshtje në linjë. Kuptoj, tha Qoma më në fund. Por ai është gjithashtu djali yt. Mos e harro këtë. Dhe telefonata u mbyll. Arbeni qëndroi ulur në errësirë për orë të tëra, me kokën në duar. Si kishte arritur jeta e tij këtu? Si kishte njejuar që gjithçka të shkonte kaq keq? Ndërsa vitet kalonin në Shqipëri për Arbenin, në Londër dhe më vonë në Lagos të Nigjerisë, Emeka po rritej. Qoma kishte vendosur të kthehej në atë dheun e saj në vitin 2008, kur Emeka ishte 9 vjeç. Londra ishte shumë e shtrenjtë për një nënë beqare, dhe ajo donte që Emeka të rritej i rrethuar nga familja. Në Lagos, Emeka u përshtat shpejt. Ishte një djalë i gjallë, plot energji, me buzëqeshjen e Qomës dhe sytë e Arbenit. Por kishte diçka që gjithmonë e shqetësonte. Mami, ku është babai im? E pyeste shpesh. Qoma përpiqej t'i shpjegonte me fjalë që një fëmijë mund të kuptonte. Babai yt është larg, në një vend që quhet Shqipëri. Ai na do, por nuk mund të jetë këtu me ne. Pse? Sepse jeta ndonjëherë është e komplikuar, i dashur. Por kjo përgjigje nuk e kënaqte Emekën. Ai shihte shokët e tij me baballarët e tyre. I shihte duke luajtur futboll bashk, duke ecur krah për krah, dhe ai donte të kishte të njëjtën gjë. Kur Emeka ishte 13 vjeç, Qoma vendosi t'i tregonte më shumë. I tregoi për Arbenin, për dashurinë e tyre, për mënyrën se si ishin ndarë. I tregoi se Arbeni ishte deportuar, se kishte pasur jetën e tij në Shqipëri. A është i martuar, pyeti Emeka? Qoma hezitoi. Po, besoj se po. Ka fëmijë të tjerë? Nuk e di, Emeka. Ka shumë vite që nuk kemi folur. Emeka ndjeu diçka që thyhej brenda tij. Babai i tij kishte familje tjetër. Ai kishte qenë i harruar, i lënë pas. Vitet e adoleshencës ishin të vështira për Emekën. Ai ishte një nxënës i shkëlqyer, por kishte momente kur ndihej i humbur. Identiteti i tij ishte i coptuar. Ishte gjysmë nigerias, gjysmë shqiptar, por nuk ndihej plotësisht asnjë prej tyre. Në shkollë, shokët e tij e ngatëronin me origjinën e tij. Je afrikan apo jo? Pyesnin disa. Po, por babai im është europian, shpjegonte Emeka. Atëherë je i përzier, je hibrid. Emeka u rente atë fjalë, hibrid, sikur të ishte diçka e çuditshme, diçka që nuk i përkiste askund. Por kishte edhe momente të bukura. Nëna e tij, Qoma, ishte një grua e fortë, plot dashuri. Gjyshja e tij nga ana e nënës, mama Adaeze, e donte Emekën sikur të ishte djali i saj. Familja e madhe nigeriane e përqafonte edhe pse e dinin që kishte një prind që nuk ishte atje. Kur Emeka mboqi 20 vjeç në vitin 2019, ai ishte tashmë një i ri i pekur. Kishte mbaruar shkollën e mesme me nota të larta dhe kishte filluar të studionte inxhinieri në Universitetin e Lagosit. Por në brendësi, ai vazhdonte të ndjente një boshllëk. Një ditë, ndërsa kërkonte nëpër internet për projektet e inxhinierisë, Emeka ra rastësisht në një artikull për Shqipërinë. Ishte një artikull udhëtimi, me foto të bukura të plazheve të detit Jon, të maleve të Nordit, të qytetit të vjetër të Gjirokastrës. Emeka shikoi fotografitë me një ndjenjë të çuditshme në zemër.
Kjo ishte vendi ku kishte lindur babai i tij. Kjo ishte toka që mbante gjysmën e gjakut të tij. Atë natë, Emeka vendosi diçka. Ai do të shkonte në Shqipëri, do ta gjente babain e tij, do të kishte përgjigjet që kishte kërkuar gjithë jetën. Vendimi i Emekës nuk ishte i lehtë. Nëna e tij, Qoma, e dëgjoi me shqetësim. Emeka, je sigurt për këtë? Ka 20 vite, Arben ka jetën e tij, mund të mos të doj të shoh. E di mami, por kam nevojë ta bëj këtë. Kam nevojë të di nga vi, kam nevojë të shikoj në sy dhe të dëgjoj atë që ka për të thënë. Qoma e shikoi djalin e saj, tashmë një burrë i rritur, me krenari dhe dhimbje njëkohësisht. Nëse kjo është ajo që duhet të bësh, unë do të mbështes, por bëhu gati, mund të mos jetë ajo që pret. Emeka kaloi muajt e ardhshëm duke bërë hullumtime. Së pari, duhej të gjente informacion për Arbenin. E dinte emrin e tij të plot, Arben Kolla. E dinte se vinte nga një fshat në jug të Shqipërisë, por aq ishte gjithçka. Filloi të kërkonte në media sociale, Facebook, Instagram, platforma të ndryshme, kishte 10 Arben Kolla. Shumë prej tyre me foto profil të mjegulluar, ose fare pa foto. Pastaj, Emeka shkroi një postim në një grup Facebook të shqiptarëve që jetonin jashtë vendit. Përshëndetje, emri im është Emeka. Jam nga Nigjeria dhe po kërkoj për babain tim, Arben Kolla, që ka lindur rreth vitit 1973 dhe vjen nga një fshat në jug të Shqipërisë. Ai ka jetuar në Londër rreth viteve 1998-2000. Nëse dikush e njeh ose ka informacion, ju lutem më kontaktoni. Postimi mori disa komente. Disa ishin mbështetës, shpresojmë ta gjesh, suksese në kërkimin tënd, por të tjerë ishin skeptik. Ka shumë Arben Kolla në Shqipëri, mund të jetë vështirë pa më shumë informacion. Një javë më vonë, Emeka mori një mesazh privat. Përshëndetje Emeka, e lexova postimin tënd. Unë njoh një Arben Kolla nga fshati Nivic, pranë Gjirokastrës. Ai jetoi në Londër në vitet e fundit të viteve 90. Tani është i martuar dhe jeton në Tiranë. Nuk jam i sigurt nëse është personi që kërkon, por mund të jap më shumë informacion. Zemra e Emekës filloi të rrahte fort. Ky mund të ishte ai. Nivic, Gjirokastër, Londra, të gjitha përputheshin. Emeka përgjigju menjëherë. Faleminderit shumë. Po, ju lutem, më jepni çdo informacion që keni. Personi që e kishte kontaktuar, një shqiptar që jetonte në Itali, i dha disa detaje. Arbeni punonte në Tiranë për një kompani ndërtimi. Kishte grua dhe 2 fëmijë. Jetonte në një lagje në periferi të qytetit. Emeka e ruajti çdo copë informacioni. Tani e dinte, kishte gjetur babain e tij. Por pyetja ishte, çfarë do të bënte tani? Ishte fillimi i vitit të 2024, kur Emeka filloi seriozisht të planifikonte udhtimin. Kishte mbledhur mjaft para nga një punë me kohë të pjesshme si inxhinier praktikant. Qoma i kishte dhënë edhe pak nga kursimet e saj. Je i sigurt për këtë, i biri im? E pyeti ajo sërish. Po mami, kam nevojë ta bëj. Procesi për të marrë vizë për në Shqipëri nuk ishte i lehtë për një shtetas nigerian. Emeka duhej të mbushte forma të shumta, të ofronte prova financiare, të shpjegonte arsyeën e vizitës. Shkroi në aplikim, vizitë turistike dhe për të takuar familjen. Pasi u miratua viza, Emeka bleu një bilet avioni për në Tiranë. Data e nisjes ishte 15 mars 2024. Javët para udhtimit ishin plot ankth. Emeka nuk e kishte kontaktuar ende Arbenin. Nuk e dinte si ta bënte. A duhet ta telefononte? A duhej ta takonte papritur? Çfarë do të thoshte? Një mbrëmje, Qoma u ul pranë tij. Emeka, dua të them diçka, filloi ajo. Kur të shkosh atje, bëhu gati për çdo skenar. Babai jot mund të jetë i lumtur që të sheh, ose mund të jetë i hutuar, i friksuar, madje e zemruar. Njerëzit reagojnë ndryshe kur përballen me të kaluarën. Çdo gjë që ndodh, di që unë jam krenar për ty që po bën këtë hap. Emeka e përqafoi nënën e tij. Faleminderit mami, për gjithçka. Në mëngjesin e 15 marsit, Emeka u ngrit herët, mori çantën e tij, e përqafoi Qiomën dhe gjyshen e tij, mama Adeaze, dhe u nis drejt aeroportit. Fluturimi ishte i gjatë, Lagos, Stambolli, Tiranë, gjithsej gati 12 orë me ndalimat. Emeka nuk foli shumë në avion. Shikonte nga dritarja, duke menduar për atë që do të ndodhte. Kur avioni zbriti në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, Emeka ndjeu një val emocionesh. Ktu ishte, në tokën ku ishte lindur babai i tij, në vendin që mbante gjysmën e identitetit të tij.
Kur doli nga aeroporti, drita e diellit të Marsit e goditi. Era ishte e freskët, qielli i pastër, malet e rrethonin qytetin në distancë. Ishte bukur, shumë bukur. Emeka rezervoi një hotel të vogël në qendër të Tiranës. Pasi u vendos, doli të ecte pak. Rrugët ishin plot jetë. Njerëzit flisnin shqip me shpejtësi, tingulli i gjuhës ishte i huaj dhe njëkohësisht i njohur, sikur ta kishte dëgjuar gjema të saj në ëndra. Asnjëri nuk e shikonte keq. Disa ndaleshin dhe e shikonin me kuriozitet. Një djalë me lëkurë të zezë në Tiranë ishte diçka që nuk shihej çdo ditë, por askush nuk e bëri të ndjehej të padëshiruar. Emeka hyri në një restorant dhe porositi ushqim. Tav kosi, i tha kamerierit, duke lexuar nga menuja. Nuk e dinte ç'ishte, por donte të provonte. Kur i erdhi ushqimi, Emeka e provoi dhe buzëqeshi. Ishte e mirë, shumë e mirë. Atë mbrëmje, në dhomën e tij të hotelit, Emeka mori telefonin. Kishte gjetur një numër telefoni për Arbenin nga një kontakt që kishte bërë online, por çdo herë që përpiqej ta telefononte, dorën e dridhte. Gjosonte, vendosi Emeka. Nesër do ta bëj. Ditën e nesërme, Emeka u zgjua me një vendosmëri të re. Kishte udhëtuar mijëra kilometra. Nuk mund të kthehej pa e bërë atë që kishte ardhur të bënte. Në ora 10 të mëngjesit, Emeka mori telefonin dhe thirrri numrin e Arbenit. Telefoni ra. 1 herë, 2 herë, 3 herë. Pastaj një zë burrash u përdyq. Po? Emeka ndjeu gojën që i thahej. Po, përshëndetje, a flisni anglisht? Kishte një pauzë. Pak. Kush është? Emri im është Emeka. Kam nevojë të flas me Arben Koilën. Unë jam Arben Koila. Pse dëshironi të flisni me mua? Emeka mori një frymë të thellë. Zotri, unë jam djali juaj, nga Londra, nga Qioma. Heshtje absolute. 5 sekonda. 10 sekonda. 15. Kush je ti? Pyeti Arbeni, zëri i tij tani i tensionuar. Emri im është Emeka. Kam 25 vjeç. Jam lindur në Londër në nëntor të vitit 1999. Nëna ime është Qioma, nga Nigeria. Ju jeni babai im. Heshtja vazhdoi. Pastaj Arbeni foli. Zëri i tij pothuajse një përshpëritje. Emeka? Emeka im? I po. Ti je në Nigeri? Jo, unë jam në Tiranë. Jam këtu për t'ju takuar. Përgjigja e Arbenit ishte një tingull i mbytur, sikur dikush që po përpiqej të kapte frymë. Ti je këtu? Në Tiranë? Po. Si e gjete numrin tim? Ka qenë një kërkim i gjatë, po n'ju gjeta. Arbeni nuk foli për disa sekonda. Kur foli, zëri i tij dridhej. Emeka, unë nuk e di çfarë të them. Kam menduar për ty çdo ditë e jetës sime, por jeta është komplikuar. E di që jeni i martuar, e di që keni familje, por kam ardhur deri këtu. Kam nevojë t'ju takoj, edhe nëse është vetëm një herë. Arbeni qëndroi në heshtje. Pastaj tha, ku je? Në çfarë hoteli? Emeka i dha adresën. Do të vi, tha Arbeni. Do të vi në pasdite, në ora 4. A është mirë? Po, faleminderit. Telefonata përfundoi. Emeka la telefonin dhe ul në shtrat. Duar i dridheshin. Zemra i rrahte aq fort sa mendoi se do t'i dilte nga gjoksi. Kishte bër hap. Babai i tij do të vinte. Pas 25 vjetësh do ta shihte babain e tij. Orët deri në ora 4 u zgjatën si shekuj. Emeka nuk mund të qëndronte në vend. U përtoli në dhomën e hotelit, u ul, u ngrit, shikoi nga dritarja, kontrolloi telefonin 10 herë. Mendonte për atë që do t'i thoshte. A duhej të ishte jashpër? A duhej të pyeste pse e kishte lënë? A duhej thjesht të përqafoheshin dhe të qanin? Në ora 3:50, Emeka zbriti në fuajeun e hotelit. U ul në një karrige pranë hyrjes, me sy nga dera. Në ora 4:01, një burr hyri. Ishte në të 50-tat. Flokët e tij ishin gri në anë. Fytyra e kishte rrudhitur nga koha dhe puna. Veshi një xhaketë të zezë dhe pantallona jeans. Por syt ishin njësoj si ato që Emeka shishte çdo ditë në pasqyrë. Burri e pa Emekën dhe ndaloi. Për një moment, asnjëri prej tyre nuk lëvizi. Pastaj, Arbeni ju afrua ngadalë. Qëndroi përpara Emekës, duke e shikuar me një shprehje që ishte një përzierje habije, dhimbje dhe diçkaje që dukej si dashuri. Emeka? Tha Arbeni, zëri i tij i thyer. Emeka? Emeka im? Po. Ti je në Nigeri? Jo.
Unë jam në Tiranë, jam këtu për t'ju takuar. Përgjigja e Arbenit ishte një tingull i mbytur, sikur dikush që po përpiqej të kapte frymë. Ti je këtu? Në Tiranë? Po. Si e gjete numrin tim? Ka qenë një kërkim i gjatë, por ju gjeta. Arbeni nuk foli për disa sekonda. Kur foli, zëriti i dridej. Emeka, unë nuk e di çfarë të them. Kam menduar për ty çdo ditë e jetës sime, por jeta është komplikuar. E di që jeni i martuar, e di që keni familje, por kam ardhur deri këtu. Kam nevojë t'ju takoj, edhe nëse është vetëm një herë. Arbeni qëndroi në heshtje. Pastaj tha: "Ku je? Në çfarë hoteli?" Emeka i dha adresën. "Do të vi," tha Arbeni. "Do të vi në pasdite, në ora 4. A është mirë?" "Po, faleminderit." Emeka nuk e dinte nëse duhet të qante ose jo. Kishte imagjinuar këtë moment me mira mënyra, por asnjëherë kështu. Kur përqafja përfundoi, Arbeni e shikoi Emekën me lot në sy. "Ti dukesh saktësisht si nëna jote, por ke sytë e mi." Emeka buzëqeshi paksa. "Po, kjo është ajo që më thon të gjithë." Arbeni fshiu sytë. "A mund të ulemi diku? A mund të flasim?" "Po, le të shkojmë në një kafe." Dolën nga hoteli dhe ecën disa minuta derisa gjetën një kafe të vogël. Ulën pranë një dritareje dhe për disa minuta asnjë prej tyre nuk foli. Më në fund, Arbeni foli. "Çdo natë, para se të fle, kam menduar për ty. Kam menduar se si do të dukeshe, çfarë do të bëje dhe jetë, nëse ishe i lumtur, nëse më urronte." "Nuk ju urrej kurrë," tha Emeka, "por kisha nevojë të kuptoja pse ndodhi gjithçka. Pse më lat?" Arbeni mori një frymë të thellë dhe filloi të tregonte. I tregoi gjithçka, për depërtimin, për pamundësinë e kthimit, për presionin e familjes, për martesën me dritën. I tregoi se si kishte tentuar të harronte, por kurrë nuk kishte mundur. "Nuk është justifikim," tha Arbeni. "Nuk ka justifikim për atë që kam bërë, por kjo është e vërteta." Emeka dëgjoi në heshtje. Një pjesë e tij donte të ishte i zemëruar, por pjesa tjetër kuptonte. Jeta nuk ishte e thjeshtë. Zgjedhjet nuk ishin gjithmonë të lehta. "A e di gruaja juaj për mua?" pyeti Emeka. Arbeni uli kokën. "Jo, askush nuk e di. Ky është një sekret që e kam mbajtur për 25 vjet." "Dhe çfarë do të bëni tani?" Arbeni e shikoi Emekën me desperacion. "Nuk e di. Nuk e di si t'ja them, si t'i shpjegoj se kam një djalë nga një martesë e mëparshme, ose jo një martesë, por një lidhje, e cila ishte reale dhe e vërtet." "Ju duhet t'ja thoni," tha Emeka, zëri i tij i qetë por i vendosur, "sepse unë jam këtu, unë ekzistoj dhe nuk do të zhdukem." Arbeni e shikoi me një përzierje frike dhe admirimi. "Ti je më i fortë se unë. Gjithmonë kam qenë friksak." "Nuk jam më i fortë. Thjesht dua të di ku i përkas. Dua të di se kush jam." Ditët e para pas takimit ishin të çuditshme për të dyhin. Arbeni vinte çdo ditë pas punës për të parë Emekën. Shkonin në kafe, ecnin nëpër qytet, flisnin për gjëra të vogla dhe të mëdha. Arbeni i tregoi për fëmijët e tij të tjerë, Angelën, që tani ishte 22 vjeç dhe punonte si mësuese, dhe Eraldin, që ishte 20 vjeç dhe studionte mjeksi. "Ata janë fëmijë të mirë," tha Arbeni me krenari, "por ti je gjithashtu djali im, dhe nuk di si t'i përballoj të dyja realitetet." Emeka i kuptonte konfliktin. "Ju keni ndërtuar një jetë këtu. Nuk dua ta shkatroj atë, por dua të jem pjesë e saj, qoftë edhe në mënyrë të vogël." Një ditë, Arbeni e qoi Emekën me makinë jashtë Tiranës, drejt fshatit të tij, Nivicës. Ishte një vend i bukur, me male përreth, me shtëpi të vjetra gurore, me njerëz që të përshëndesnin kur kalonin. "Këtu kam lindur," tha Arbeni, duke i ndaluar përpara një shtëpie të vogël. "Këtu jetojnë prindrit e mi, por nuk mund të çoj brenda, nuk mund t'ju them ende." Emeka shikoi shtëpinë. Ky ishte vendi ku gjyshja dhe gjyshi i tij jetonin, njerëz që nuk e dinin se ai ekzistonte. "Një ditë," tha Emeka, "një ditë do të më njohin." Arbeni e shikoi me lot në sy. Shpresoi. Por gjërat nuk mund të vazhdonin kështu përgjatë. Drita, gruaja e Arbenit, filloi të dyshonte. Arbeni vinte vonë nga puna çdo ditë. Ishte i largët, i shpërqendruar.
Një mbrëmje, ajo e pyeti Arbenin. Çfarë po ndodh? Ku ke qenë? Në punë, tha Arbeni, pa e shikuar në sy. Mos më gënje, tha Drita, zëri i fortë. Diçka po ndodh. Çfarë është? Arbeni nuk mund të gënjente më. Ka ardhur dikush nga e kaluara ime. Djali. Kam një djalë nga një martesë e mëparshme, ose jo një martesë, por një lidhje, e cila ishte reale dhe e vërtet. Ju duhet t'ja thoni, tha Emeka, zëri i tij i qetë por i vendosur, sepse unë jam këtu, unë ekzistoj dhe nuk do të zhdukem. Drita u largua pa folur, shkoi në dhomën e saj dhe mbylli derën. Arbeni qëndroi në sallë, me kokën në duar, duke ditur se kishte shkatruar diçka që kishte qenë e mirë. Ditët e ardhshme ishin një ferr për Arbenin. Drita nuk i fliste. Fëmijët e tij, Angela dhe Eraldi, vunë re se diçka kishte ndodhur, por nuk e dinin çfarë. "Çfarë po ndodh me ju?" pyeti Angela një ditë. "Pse nuk flisni më me njëri tjetrin?" Arbeni nuk mund të fshihte më. U thirri që të dy dhe u tha të vërtetën. "Kam një djalë nga një lidhje që pata para se të martohesha me një nën tuaj. Ai ka ardhur në Shqipëri për të më takuar." Angela dhe Eraldi shikuan në heshtje. "Ti ke një djalë tjetër," tha Eraldi më në fund, "një vëlla që nuk e kemi njohur kurrë." "Po. Ku ka qenë gjithë këtë kohë?" "Në Afrikë, me nënën e tij." Angela filloi të qante. "Si ke mundur të na fshehesh këtë? Si ke mundur të jetosh me këtë sekret për aq kohë?" "Kam pasur frikë," tha Arbeni. "Kam pasur frikë se do të më gjykoni, se do të më urrejni." "Ne nuk të urrejmë," tha Eraldi, "por jemi të hutuar dhe të lënduar. Ti na ke gënjur për të gjithë jetën tonë." Drita hyri në dhomë. Ishte e qetë, por sytë e saj ishin të kuq nga qarjet. "Ku është tani ky djalë?" pyeti ajo. "Në një hotel në Tiranë." "Sille këtu," tha Drita. Të gjithë e shikuan me befasi. "Çfarë?" tha Arbeni. "Sille këtu," përsëriti Drita. "Nëse është djali yt, atëherë është pjesë e kësaj familjeje. Nuk mund të vazhdojmë të jetojmë me sekrete. Sille, le ta njohim." Arbeni nuk mund ta besonte atë që dëgjonte. "Je e sigurt?" "Jo, nuk jam e sigurt," tha Drita. "Por është e drejta, dhe unë dua të bëj atë që është e drejtë." Arbeni e telefonoi Emekën dhe i tha të vinte në shtëpinë e tyre. Emeka ishte nervoz, por gjithashtu shumë i emocionuar. Më në fund do të njihte vëllezërit dhe motrat e tij. Më në fund do të ishte pjesë e diçkaje më të madhe. Kur arriti në shtëpinë e Arbenit, e priti Drita te dera. Ajo ishte një grua mesatare në lartësi, me flokë të shkurtër dhe sy të butë, edhe pse tani ishin plot dhimbje. "Ti duhet të jesh Emeka," tha ajo në shqip. Arbeni përktheu. "Po," tha Emeka. "Faleminderit që më pranuat." "Hyr," tha Drita. Brenda, Angela dhe Eraldi qëndronin në këmbë, duke e shikuar Emekën me kuriozitet dhe maravillen. Emeka ishte i gjatë, me lëkurë të zezë, me tipa që ishin një përzierje e Arbenit dhe Qiomës. Ishte qartësisht vëllai i tyre, por gjithashtu shumë i ndryshëm. "Përshëndetje," tha Emeka në anglisht, duke buzëqeshur. "Unë jam Emeka." Angela ju afrua e para. "Unë jam Angela, motra jote." Ata shtrënguan duar. Pastaj, befas, Angela e përqafoi. "Më vjen mirë që je këtu," tha ajo, lotët duke i filluar. Eraldi ju afrua dhe gjithashtu e përqafoi. "Mirë se erdhe, vëlla." Ndenjen bashk për orë të tëra, duke folur, duke ndar histori, duke qeshur, duke qarë. Emeka u tregoi për jetën e tij në Nigeri, për nënën e tij, për gjyshen e tij. Angela dhe Eraldi i treguan për jetën e tyre në Shqipëri, për shkollën, për punën, për ëndrat e tyre. Drita nuk foli shumë, por ishte aty, dëgjonte. Në fund të mbrëmjes, ajo u ngrit dhe i tha Emekës: "Nuk është e lehtë për mua, por mirë se erdhe në familjen tonë." Emeka nuk mund ta besonte sa i mirë ndihej. Për herë të parë në jetë, ndjeu se i përkiste diku. Javët e ardhshme ishin si një ëndër për Emekën. Kaloi kohë me familjen e tij të re. Angela e çoi në plazh në Durrës, Eraldi e çoi në male në Valbone.
Arbeni e çoi në vendet ku kishte luajtur si fëmijë, por gjithmonë kishte një hije në zemrën e Emekës. Ai e dinte se nuk mund të qëndronte për gjithmonë. Kishte jetën e tij në Nigeri, kishte nënën e tij që e priste. Një ditë, ndërsa po ulur me Arbenin pranë detit, Emeka tha: "Shpejt duhet të kthehem." Arbeni e shikoi me trishtim. "E di, por mos harro se tani ke një shtëpi këtu. Kur të dëshirosh, mund të vish." "Do të vi," premtoi Emeka. "Dhe ju duhet të vini në Nigeri. Duhet të takoni nënën time. Duhet t'i kërkoni falje." Arbeni nisi duart. "Do të vi," premtoi. Para se të largohej, Emeka shkoi në një vic me Arbenin. Këtë herë, Arbeni e çoi brenda në shtëpinë e prindërve të tij. Nëna e Arbenit, Fahrie, tani një grua e vjetër me flokë të bardhë, u habit kur pa Emekën. "Kush është ky?" pyeti ajo. "Ky është Emeka, nën," tha Arbeni. "Djali im." Fahrie shikoi Arbenin, pastaj Emekën, pastaj përsëri Arbenin. "Çfarë po thua?" "Kam një djalë nga një lidhje që pata në Londër. Ai ka ardhur për të më takuar." Fahrie ul në karrige, duket sikur po përpiqej të përpunonte informacionin. Pastaj, pa pritur, ajo filloi të qante. "Kjo do të thotë se kam një nip që nuk e kam njohur kurrë?" "Po, nën." Fahrie u ngrit dhe e përqafoi Emekën. "Mirë se erdhe, djali im. Mirë se erdhe në familjen tonë." Ai moment ishte më i bukuri për Emekën. Për herë të parë, ndjeu se familja e tij ishte e plot. Në prill të vitit 2024, Emeka u kthye në Nigeri. Chioma e priti në aeroport me lot gëzimi. "Si shkoi?" pyeti ajo. "Ishte mrekullueshme, mami," tha Emeka, duke e përqafuar. "E takova të gjithë familjen dhe ata më pranoan." Chioma qeshi dhe qau në të njëjtën kohë. "Jam kaq e lumtur për ty." Emeka i tregoi çdo gjë: takimin me Arbenin, reagimin e dritës, lidhjen me Angelën dhe Eraldin, vizitën në një vic. Tregoi për malet, për detin, për ushqimin, për njerëzit e mirë që kishte takuar. "Dhe tani?" pyeti Chioma. "Çfarë do të bësh?" "Tani do të vazhdoj jetën time, por spaku tani e di se nga vi. E di se kush jam dhe e di se kam një familje që më do, edhe në anën tjetër të botës." Në vitet që erdhen, Arben dhe Emeka ruajtën kontakt të rregullt. Flisnin në telefon çdo javë. Emeka shkonte në Shqipëri një herë në vit dhe Arbeni, duke mbajtur premtimin e tij, shkoi në Nigeri në vitin 2025. Takimi mes Arbenit dhe Chiomës ishte emocional. Kishte kaluar 26 vjet që kur ishin ndarë. Të dyja ishin më të vjetra, me rrudha në fytyra, por dashuria që kishin ndarë një herë ende ishte e dukshme në sytë e tyre. "Më fal," i tha Arbeni Chiomës, duke qarë. "Më fal për gjithçka." Chioma e përqafoi. "Ne bëm atë që menduam se ishte më e mira në atë kohë, por kemi një djalë të mrekullueshëm dhe kjo është gjëja më e rëndësishme." Arbeni kaloi një javë në Lagos, duke njohur familjen e Chiomës, duke parë vendin ku Emeka kishte rritur, duke kuptuar më mirë pjesën tjetër të identitetit të djalit të tij. Kur u kthye në Shqipëri, Arbeni ishte një burr i ndryshuar. Kishte bërë paqe me të kaluarën e tij. Kishte pranuar se jeta nuk ishte e përsosur, por se dashuria dhe familja mund të gjejnë mënyrë të ekzistojnë edhe në situatat më të vështira. Në verën e vitit 2025, diçka e jashtëzakonshme ndodhi. Angela dhe Eraldi vendosën të udhëtonin në Nigeri për të takuar Chiomën dhe për të kaluar kohë me Emekën. Ishte një moment historik. Motra dhe vëlla shqiptar, duke shkuar në Afrikë për të takuar pjesën tjetër të familjes së tyre. Chioma i priti me gëzim, organizoi një festë të madhe tradicionale nigeriane, ku erdhi e gjithë familja, gjyshja, tezet, xhaxhallarët, kushërinjt. Të gjithë deshën të takojnë familjen shqiptare. Angela dhe Eraldi ishin të mahnitur me kulturën, me ushqimin, me ngrohtësinë e njerëzve. Emeka u tregoi Lagosin, i çoi në plazh, i bëri të provojnë jollof rice dhe suja. Një mbrëmje, ndërsa po uluar të gjithë bashk, Angela tha: "Nuk kisha imagjinuar kurrë se kjo do të ishte jeta ime, por jam kaq e lumtur që e kam Emekën si vëlla." Eraldi u pajtua: "Ne jemi një familje e çuditshme, por jemi një familje." Emeka buzëqeshi: "Po, jemi." Në fund të vitit 2025, Emeka ul në dhomën e tij në Lagos dhe reflektoi për gjithçka që kishte ndodhur në 2 vitet e fundit. Kishte udhëtuar në një vend të panjohur për të kërkuar diçka që nuk e dinte nëse do ta gjente, por kishte fetur më shumë se sa kishte shpresuar. Kishte fetur një baba që e donte, kishte fetur një familje që e kishte pranuar,
Kishte fetur pjesën e identitetit që kishte munguar gjatë jetës së tij. Por më e rëndësishmja, kishte gjetur veten. Kishte gjetur paqen. Shkroi një letër Arbenit. Në të, shkroi: Baba, e di që rruga jon nuk ka qenë e lehtë. E di që ka pasur dhimbje, gabime, kohë të humbura. Por ka mësuar se jeta nuk është e përsosur. Familjet nuk janë të përsosura. Por dashuria është ajo që na bën të vërtet. Faleminderit që më pranuat. Faleminderit që gjetët guximin për të përballur me të kaluarën. Faleminderit që më dhat një vend në jetën tuaj. Unë do t'jem gjithmonë djali juaj, dhe ju do t'jeni gjithmonë babai im. Me dashuri, Emeka.